Miqtë e emisionit Fol, jemi rikthyer në Levan të Fierit, sepse këtu ka ende probleme me pronën. Ne ndodhemi në fshatin Martina. Është një fshat i madh, një fshat punëtor, një fshat prodhues, i cili jeton me të mirat që prodhon toka. Por, së fundmi, ky fshat ka një problem shumë të madh me një pjesë të pronave. Janë 25 hektar prona që i përkasin këtij fshati, janë ndarë për frym për banorët e këtij fshati. Kanë mbi 25 vite të ndara për frym. Por, sipas banorëve, këto prona po i merr një individ i vetëm. Dhe kjo ka bërë që të irritoj këta banorë, sepse ata disponojnë letrat që i kanë marrë këto toka. Po çfarë po ndodh realisht në fshatin Martina? Do t'i flasim me banorët, sepse ju e dini, emisioni Fol flet troç, pa filtra, flet përmes zërit qytetarëve. Okej, ndjekim kryeplak? Kryetari i fshatit. Kryeplak apo? Po, kryeplak. Apo tani quhesh kryetar, tani s'është më kryeplak. Kryetari kemi ne, kryeplak ka qenë me kaluarën. Okej, lutem. Banor, faleminderit. Ju falenderoj nga zemra që na gjetët një ditë që ne kemi një hall të madh. Halli pronës është halli i madh. Halli pronës është halli i madh dhe problemi më i madh akoma është sepse një bres primit tan ikën nuk i bën dot letrat. Avash po ikin dhe ne nuk bëm dot letra. Qa do t'u lënë fëmijëve? Ku do vej prona jonë? Kush do t'a marri, kush do t'a gëzoj? Si do bëjmë? S'ka si ta ndash, as si ta trashëgosh. As si ta ndaj, nuk e ndaj dot mes fëmijëve të mi, jo që të bëjmë ti një hap në tujte. Problemi është me ndarjen e tokave, në rrejnjeshin. Po. Unda nuk pati asnjë konflikt të fshat, asgjë, morëm ato letrat ashtu. Mirë, por nuk i kalojnë dot në certifikata pronësie. Fare. Pra gjithë fshati s'ka certifikat. Fshati s'ka asnjë. Ky është halli më i madh. E dyta, lanca toka pasi ishin jo shumë prodhuese. Po. Më pas bëm kërkesë në bashki dhe nëpërmjet kryeplakut, po thanë, e ndani. E ndam, bëm letrat mund t'ua tregoj se. Po, do t'i shohim. Dhe vim puna tani, jo që nuk na i një njeri, po fillojnë dhe tallen. Ngrihen ca të fortë në klabza. Pse edhe këtu ka të fortë? Jo, janë larg ata. Janë nga Fieri, ka të fortë. Edhe mbaj shpresë se do vinë, këto tokat do t'i marrin, po ta harrojnë. Sepse ne po lëshuam dhe tokat i ikim që këtu, s'ekziston më njëri. Po ka bërë në një lëvizje si e kuptoj? Kanë bërë lëvizje, vinë masin toka dhe thonë që këtë tokë do e marrim ne. Qështë do e marrish ti ne? Që vinë ditë për ditë masin toka? Po, jo jemi në hallë. Ky është dokumenti? Dokumenti që kemi marrë tokat më pas. Po. Dokumente që i kanë futur në bashki, kanë e vullë në bashki. Po. Por të tëra jemi në rregull. Ja t'i shojmë, rast pas ja të se shpjegon. Nice, ne këto do t'i sqarojmë rast pas rasti, do t'i fotografojmë që kur ju flisni, ne të vendosim dokumentat për të qenë sa më transparent që këto janë dokumenta. Pra këto janë dokumenta që ju keni përpiluar kur keni marrë në bashkinë, në komunë. Për të mbaroj, të kalojmë. Pra në bashkinë, komunë, të gjitha me plan vendosje. Me plan vendosje tëra, me hartë plan vendosje. Me rilevim, po. Po, shumë të sakta janë, të gjitha me vull origjinale, Bashkia Fie, njësi administrative dhe agronomi shumë e qartë. Pra, ti i bërë të gjitha, edhe ju i rimorët këto tokat? I rimorëm. Po? I ndam në rregull, pas një konflikt, as fare. Tani, kaja 2 vjet, fillon këto toka, tunë të na lëvizin, na zhvendosin. Po, si e more vesh, si u ngrit ky alarm? Nëpërmjet kryeplak. Pra, e mori vesh kryeplaku, ju vuri juve në sinjalizim. Këtu është problemi. Këtë kemi ne. Ne për çdo gjë kryeplakun kemi. Ju shoqë që e keni, sepse është aktiv. Po kemi dhe shoqë që na se ka dhe kryeplak që flasin fare. Që janë në gjumë. Jo, e ke drejtë. Ka i ndjek problemet. Në anën ligjore ne këtë kemi, për çdo gjë, për policin, për bashkinë, për tëra. Nëse si japin dot drejtim, bëm bashkë me këtë, po këtij halli nuk po japin dot drejtim. Ja ku është dhe kryetari i fshatit. E kuptoj. Për sa prekësh ti nga kjo? Unë prekem 8.000 metra katror dhe 5.000 metra katror i madh që sjeton. Pra, vetëm ti prekesh 13.000 metra katror. Prekem nga kjo me dokumenta. E kuptoj.
E kuptoj. Kemi lënë dhe lek atje. I kam letra këtu. I ka letra tëra këtu. Ta sqaroj unë. E kuptoj. Kam Po. 8.000 metra atje. Ka 8.000 metra. Po. Ja të mbaroj. Ja ta kalojmë te kryeplakut, na sqaroi kryeplakut. Tani kryeplak na sqaro atë që na tha zotëria. Të Për gjitha sa ato toka bëhet fjalë? Ta fillojmë nga aja. 4.5 hektar Nga tokë. aja. Pra 25 hektar tokë. Tokë. Kjo 25 ju përket juve që jeni këtu, pak a shumë. Ka akoma që s'kanë orë, janë 70 familje. Më fal, 70 familje që 70 familje kam dokumente këtu që më ka dërguar edhe ish kryetari i komunës për kam paguar taksën e tokës tërta. vetëm për atë 25 hektar janë 70 familje? Po, sot po. Kishte të tjerë nuk e refuzuan, u shpërndan 96-ën kur ishte ministër Arsan Alili. Po, Kjo që u bë një rishpërndarje. Rishpërndarje, janë formular t'i kam tunë, më dhanë kove bëra një kërkesë atëherë, se këta kanë tentuar 4-5 herë për ta marrë. Pa pse nuk është histori e vjetër kjo? E re kjo? Ndërrohet Është e pushteti. vjetër kjo? Kemi vite me këtë mua. Ndërrohet pushteti, ata rrinë si mi, më falë për shprehen, vënë gjurmojnë. Ai, personi Hakim Troka, kushëriri jonë, Si më kushuriri jot po ta merr tokën? po joti ta bëvarnë. Pa kushuriri juaj që ka? Vlaj është, na ka futur sherrin, na ka futur Pritë, shtetin sherr në Asmari. Dhe Ua, Vlezëri. e tmerrshme. doli vendimi, i lajmërova të këta, i falenderoj për gatishmërinë që kryen, vetëm bëm 45 familje, i kanë bërë ato që të regoj dhe Po? kam edhe unë këtu, edhe vetë unë bashkë me Po, vëzën e do mije t'i kemi bërë. fotografën gjitha? Po. Aha. Kemi marrë mua në mënyrë, mi dhanë bërë një kërkesë kur ishte Agim Qejvani, kryetar komune, ish kryetari. Desha formular, mi morën mi dha fotokopjet na komuna. Këto letra ndodhen në komunë edhe në qarkun e rrethit Fier, Tani mos sa bëjmë shumë teknike. Ti e more këtë tokën 96. 96. E more more vetëm atë me aneks 6, ë? Si Po, quhet, ë? vetëm me formularje, do të Vetëm tregosh. formulari. Po. Tani me këtë formulari, pse nuk kalove tek AMTP-ja? Nuk i kalojnë edhe sepse i kishë kaluar tjetri më përpara këto tokët prodhuese. Këto më të mirat që morin ndau komisioni. Por pse s'kaluat këtu jo prodhueset? Po nuk i kalojnë ata. Nuk i kalonte. Nuk i hidhe ai Ramadan Kanani ka qenë një atje në kadastër. Po si nuk e ide? Ajo a dhanë me, sepse çka kuptimi ka të me ta dhënë me formularin, mos bëhet hapi tjetër që ishte. Jemi munduar shumë herë, nuk i bëjmë, nuk është kompetencë e jonë. Doli vendimi, ka dalë vendimi 100 herë, ata asë përgjigje fare këtyre. Po janë bërë gjithë to ligje e 20-20-a e Po tjetra e 20 tjetra. po varet se si trajtojnë ta të komunës, ish komuna. Por e ka komuna apo e ka hipoteka? Se s'po e kuptoj, sepse këtu është dorë Kanë qenë hipoteke. dokumentet kanë qenë në komunë të Po, tëra. po. Edhe janë edhe në qark edhe sot Po, e kësaj dite. po, Tashi tani- këta të komunës, më Po. fal pak. Ta të njësisë levan, kërkojnë tashi ta zhbejnë atë vendim. Të bëjnë atë vendim dhe t'u japin këtyre. Duan të prishin vendimin që ju jeni pajis me Ore, to. ndoshta e kam prishur t'i gjeun, po unë nuk kam marrë fotokopjet, i kam originalet, i kam këtu. Po si mund ta ç'bësh një vendim të se unë e di që këto vendime nuk ç'bëhen. Ore, të lutem zoti gazetar, ky vendim është bën 96-ën, nuk ka shanse të ta shbej njëri. Jam interesuar në instanca tjera dhe më ka thënë ik rri qet, po u detyrohet të shplot edhe këta vëllezër e mi se me këta rri unë ditë natë. Po pra. Na përgjigje për çdo gjë. Janë njerëzit më të punëtor. E tu ma i shtokin këtu, ore nuk kanë një konflikt një vijë atje. Kaloj njëjtë e tjetrit e toka, kaloj thot. Janë të mrekullueshëm. Nuk i bën presion pse kalojnë këtu. Po ç'a do ta Unë kam bëjë atë dokument- tokën ky zotëria? Ajo toka ka qenë lum, do të çojë edhe te toka, ka qenë lum i vjetër se Kuptoj, por ç'a do të bëj ky zotëria këtu? Ka një 110 të kalbura atje në ai dhe një 50 dele, edhe do kullos, e dua për kullot. Nëpërmjet pa jo, më fal pak. Nëpërmjet paketës maleve, çfarë është ajo paketë e maleve? Pa doli paketa maleve Po këtu. ore, ka dalën mirësiqe në lumin e Martinës. Ka dalë paketë male. Po çmë këtu jemi fushme. Ku ka maltu? O, të lutem shumë. Prit, të lutem. Zoti i madh. Po jo po se s'ke. Mund të shbejnë atë formularin e ati që ka dhënë urdhër atëherë, unë e kam për fat, i kam marrë tëra do në komunë, i mbaj dosin këtu si sytë e bazit i ruaj. Bën shumë mirë. Kam edhe vulë të njom
Me vull të një me ke këtu filmoje qoja atyre. Këta kanë tentuar 3-4 herë tjera. Pra ti mendon që dora është këtu poshtë, nuk është lart. Nuk është lartë. Pra bëhet gjithçka këtu brenda fjerit. Qa njep e aty, ta shikoj të person se do ta gjej unë, do ta bie. Jo, të lutem mos ofendojmë se nuk dua. Jo, të lutem nuk ofendojmë njëri, por i ka bërë këta, nuk po flen gjumë natën. Ku keni trokitur? Kemi trokitur dhe më kam thënë ik pa me rak, sepse atë nuk e që bërë ndot njëri. Ku konkretisht? Kam takuar unë personal, do ta bëj publike më vonë. Kam takuar e ik aty dhe ata... Drejtues të lartë? Po, shumë të lartë. Edhe çat kanë thënë? Ik kanë thënë edhe? Ik pa me rak, se ata nuk e marrin dot atë, nuk i pranojnë letrat atyre, po ata po rrin të lulisë e fjerit aty, dhe gati janë kështu. Ka që fuqishëm qeka ca përballë 20-30 familjeve o 7 familjeve? Nuk vina e dëgjo këto. Dalet marojnë. Unë jam veterineri këti sektori këtu. Po. Kam qenë 3-4 vjetë veteriner. Pjesë do kaljo pra këtë. Lepri e diti ku fle? Lepri fle, Se ka gjetë? ajo 23 hektarë që aty. Po? Jo, ta dish mirë, Po? se ku fle lepri. Po? Edhe qa kërkon e i personi, për shembull, emra nuk përmend se tashin, edhe unë humbas aty 6-7 dëlym. Po? Tashin, Po? aty kanë punuar, aty kanë ngren 5-6 tufa. Po? 5-6 tufa. Dikur, që kanë Dikur. qenë? Bile edhe tufa e kushuriri tim aty. Po? Mirë pa ato zhdukshin nga sëmundja e heparit, të mëlqis. Po? Për arsye se i gjithë lumi që pretendojnë ata për kullot, ai është me moçal. E kuptoj. Duke futur ajo timt ata si dhitë edhe ato, infektoheshin edhe ngordhin 50-60. Bile ai u detyrua që e kaloj tufën në barin e ëmbël si që janë këto bregoret këtu. E kuptoj. Ky tani duke qenë larg, edhe aty ka një familje të vogël që mban këto 150 krer, më merr mua si veteriner në shërbim. Kur të vi puna, nuk përmend emër. Po? Kur vim puna, 50% e tufës u zhduk. Zotris. Zotris. Për ikën 10 atje, e beri dhen. I zhduk u 10, i beri dhen. Mirë po, ata tani duke u punuar unë atje që ajo, kjo lloj sëmundje duhet kurohet në çdo 3 muaj, atje i vete kosto e lartë. Po, edhe s'ka leverdi ai për këtë. Po dhe ç'a bën ai tani? Ta marrun të tërë këtë 23 hektar këtu, të paguaju një para të madhe të bashkia atje për 99 vjet. Gjonte? Edhe ne të dalim atje, gjitha dokumentat janë bashki. Që bëjmë neve me këta gjitha dokumentat. E mori sot e zëm se larqoft ju a mori, po e zëm se e mori. Qa do ta bëj zotëri? Atjere shikoj ata që qa bëne. Sepse? Jo, bën këtej, në qofë se ai ka një të math atje, po? Ai bën bonifikimin rreth rrotullimit aty që arrin deri në Poro. Bën thellimin e kanalit të Kullus edhe e kthen tok buke. Nesër pas nesër. Se ka parane. Ora e kthen ai si që shkëzyr 50%. Nuk e kthen për fshatin. Nuk e kthen shtetin, ashtu e kthen për individin. Më fal që po vjell në këtë drejtim, po ju sot për çfarë e përdorni ato tokë? Ju për çfarë e përdorni? Ne sot korrim barin atje, ne thajmë se kur e korr dhe e than atë, ajo blegtoria nuk ka moçal. E qartë. Ndërsa ky kërkon ta lëshoj të hajt komplet atje direkt. Se ne u basim gati 1 hektar me vllan atje. Po deri tani nuk i kemi lënë vetë. Po? Sepse kanë tentuar si thashim përpara 4 herë. Të 4 herë kanë dështuar. Edhe mos e kaloj me këtë radhë me qenë se ashtu. Nuk ky popull, jo ky po janë sa gjysmë me këtu. Që s'kan ardhur se janë punëra, janë halle. S'kan njoftime ashtu. E kupton? Unë kam formularin numër 6 këtu, ta tregoj. Po, do mi tregosh të gjitha. E 93 original, kopje originale, ta shikosh, filmoj. Po. Unë kam tentuar 3 herë për ta mbjell plep atje. Kam edhe ngritur edhe farishtën vet. E kam pliguar 3 herë s'më ka lënë. 2 herë që e kam tentuar e kam mbjell, të 2 herë e shprishur. Kam fidanin, po të munde, e shikoni fidanin e kam gati të ngritur.
edhe nuk Kush me nuk lejo. të lën apo nuk prodhon toka? Nuk të lën? Han me bakti ata. Ata prish ai me bakti që lëshon. Lëshon me bakti atje. Te toka jote. Te toka ime. E kam pliguar 3 herë atje. Të 3 herë unë ka shpezuar atje. Po mima, nuk i Edhe bjeni fidanin- telefon policisë, po çfarë bën policia? Ja, ja kemi ngritur. Ja te kemi ngritur vetëm nëpërmjet këtij shoqërisë që na ka mbrojtur deri tani. Na ka ndënë një krah. Ku do vemi? Polici, vetë te polici më duket sikur është aty krau. Edhe nuk merret. Ai a ka në një letër që vjen e fut? As, nuk e di, unë s'ka parë, s'ka A pra ka kjo në një të letër o Jo, kryeplak? ai ka bler tokë aty, si kjo Jo, tokë. jo, te kjo toka te 23 hektarëshi. 24. Ka letër ai për të fut bakti? Jo, Leje nga bashkia? jo, nuk ka. si vjen? Vjen Ai në u bën futet? presion në këtyre fshatarëve tanë, u bën ikse s'keni tokë ju, u thot. Gjondi e ka marrë unë. Po ka që i fort që nga ai që Tash i si ju të pas kemi edhe provuar, kushuri, si ore, që ka aty? Kemi djelë që të ajo, Po si u fut, Ore, si? Hakim Troka, rrinë në fjerë, po ka Po qenë mos Tun ja Martin. përmendi më emrin se e kuptuam Ka kush është. qenë Martin me shtëpi edhe Gjondi me bleu shtëpi, mirë beri që e bleu tokën e ka bler me lek. Si kjo tokë që po diskutojnë këtu neve, ka dhe 7 familje që u a ka bler. Shumë mirë ka bërë që mirë ka ka bler. Zoja je po. Shumë mirë. Ata zoje e ka bler në bas normave. Po thot njëri gjë. Bile unë i kam thënë datë bjerë të fusin ai ful vetë unë atyre. Kjo Kështu do më që thënë unë situata. Të tregoj, i kam të tëra këtu, po pa të koti shmajshnim të Jo, filmosh. jo, ato ne do t'i filmojmë pak më vonë mbas Mirë, emisionit mirë. që ti ndërsa flet, ne do t'i publikojmë në ekran, në krahun tënd të djathtë, domethënë teksa ti Ne flet. kemi shumë problem se unë të thashtë mos ta përsëris me se kam thënë 4 herë deri tash unë kam qenë roja i asaj toke më shumë. Për ta njerëz kështu, se janë përgjigjer në çdo kohë. Edhe nuk mbahen ato. Nuk mbahen. Unë si gazetar shqetësohem edhe për një fakt tjetër, sepse duke qenë në disa vende të ngjashme, po shoh që po rritet konflikti dhe mund të shkojë larg qoftë Jo, po drejt jo, një. jo. Drejt atje vete. Ja, kush ai është më problem. Ai personi atje ka shumë problem. Ai ka lënë edhe baban tek ajo tokë atje. Si e ka lënë E baba? vranë kriminalët. Ne kemi investuar atje. Ja foli vetë foli. Po? Çfarë ka ndodhur tek ajo tokë? Kam tokën atje, kam 8 dy Po, tokë. Do po. të zemre me këto që po llafosim deri Po, tani. po. Kam investuar. Po. Si fillim do e kam bërë 50 milion lek do ma ka pru skrep, kam bërë grop. Vask peshku. Rezervuar. Po. Te grope peshku kam mbjell 100 rrezullin. Po. Larg nga gjatur komplet. Po, e Dhe kuptoj. tani dali këto muhabete. Po, kam lë plakun atje. Baba iku, ne po ikim, se po vetëm 60 vjeç. Po vem neve 60 vjeç. Fëmijët na kanë ikur në Itali që 14 vjeç, tani si do jipet, si do bëhet. Do një farë drejtimi apo s'do tani se Dhe zotimi është që brenda 2 viteve të para të mandatit ne do të mbyllim përfundimisht reformën 20 e kusur vjeçare të hapur e të pambyllur të tokës dhe do t'i japim certifikatën e pronësisë mbi tokën çdo familje fermere që jeton me tokën, punon tokën, rropatet për të nxjerrë prodhimin nga toka dhe ka 20 e ca vite në hava. Ne jemi këtu për të filluar të japim jetë një procesi që ngrihet mbi një zotim shumë të fortë dhe shumë të qartë, që mbi bazën e ligjit 7501 ne do të ndajmë titujt e pronësisë për të gjithë ata që sot prej kaq shumë vitesh vazhdojnë punojnë tokën e tyre me familjen e tyre dhe ende nuk janë bërë dot pronar tokës, edhe pse kaq shumë vite kanë kaluar dhe fëmijët janë bërë burra. Se ka ardhur momenti i tyre për të marrë një shërbim plotësisht falas. Dhe atë që po bëjmë me sukses për legalizimet, do ta bëjmë me po kaq sukses edhe për tokën bujqësore. Pra, certifikatat e pronësisë për tokën bujqësore falas. Qeveria e mandatit të tretë, Partia Socialiste dhe unë personalisht nuk do pranojmë më të marrim asnjë kosto publike
për zvarritjen e mëtejshme të këtij procesi prioritar. Del edhe tepron mirëkuptimi që keni pasur deri më sot, edhe justifikimi me të gjitha argumentat përkatës, është e patolerueshme sepse ndërkohë janë bërë të gjitha ato që mund të bëheshin në aspektin legislativ dhe organizativ, që ky proces të hyjë në një shpejtësi krejt të re dhe që regjistrimi i tokës bujqësore të përfundojë brenda mandatit të tretë. Po kam lë papan atje. Sa për djeni. Po si ndodhi me baban? Nuk diskuton ato gjëra, po kam lënë papan tek ajo tokë. Kam lënë papan te prona ime. Babai mbrojti pronën edhe bra. Po, mbrojti pronën. Po ata nuk është se vodhën tokën, donin të vjedhin Tashi u kisha mall atje. Investova prura skrepin dhe kam marrë 50 milionë lekë bëra rezervat peshku. E kuptoj. Babale ka pasur mësues. Vinin na vidhin. Vadi u përlesh atje, pa... Do me thëmë, babai ti që duke mbrojtur mallin, tani ti ke rrezik për të mbrojtur tokën. Unë tani do mbroj tokën se kam edhe një lapidar atje të babait. Kështu që se lem atë tokë. Nuk e le. E kupton. Unë sot jam 60 vjeç. Babai mi ku 53 vjeç. Të mërshme. Edhe unë atë vet atje nuk e lepsha unë. Nuk e le ai le ta marrin nesër. Ai mundi nesër do thot këtu. Ama po vajt ata gjej. Tek ai vend atje do vete te babai. Kaq kisha, urva. Po se frish. Po dhe shteti duhet na mbrojtë. E dhimbshme. Shteti duhet na mbrojtë. Ku shtet? Cila pjesë? Bashkia, komunat e tëra. Jo, shteti mi fill, policia shteti. Pushtetin vendore, kem mbas vetes? Mbas vetes i kem ne pa prap. Tu mund të lodhë paraja janë. Pushtet këtu njojnë vetëm ka street trokën. Vetëm Maastrichti. Ne njojnë vetëm këtë. Të tjerët janë po polici. Ja, ta mbajmë pak. Po. Ja, që listin me. Po. Unë kam pas 50 kokë dhënë atje. Po. Kam 12 dulym tokë. Po. Ma ka dhënë këta. Po. Vin agim troka, edhe na i merr, vin aty futet te prona ime. Me çoban. Po. Me hut. Po. Me erdhë mua. I thash unë e kam tokën time. Toka ime tha, toka jote nuk e shme, tha që imja, se unë kam paguar parat në komunë. Atje. Na vin plot fuqishmi, më vin edhe shtëpi, edhe atje. I them unë, është toka ime. Nuk është toka jote. Ai ka marrë shtet, edhe plot fuqishmi, më ka ardhur atje te lumi, edhe donjën më thoshin ata, barinj, do të vrasim se ne kemi urdhër, mos u fut këtu. Edhe unë jam detyruar, na 50 kokë dhanë, kam mbajtur 20 kokë tash që i mbajtë toka ime lart. Po mima, nuk keni njoftuar policinë e rendit? Policia na ka... Policia mbrona shkallë. Jo i plot fuqishme, policia, rajoni i Fierit, prokuroria, nuk e keni çuar prokurori? Edhe atë nuk e dëgjon plot fuqishmi. Ai del, jep pronat, jep tokat, ai polic. Ja. Edhe ai s'ka se ç'a bën. Pa ju keni problem dhe me plot fuqishmi këtu? Plot fuqishmi ka qenë ai që mbron atë tokën e atij agimit. Pa ju keni letrën, ai vazhdon me kullotën, ë? Po. Vazhdon. Akoma. Unë rri larg atë tokën time tash na dhan. Se dhe unë 50 kokë dhan, ai ka 100. Po ai ka paranë, se ai punon në Angli. Me punëtor, me tëra. Po mirë, jo, se unë s'kam parat as tanko, as të bëj. Ne kuptoj. Në shumë e thërë. Qa po thuhe, vë? Na fillimin e me kur mund të toka, na ka arë komuna, na ka mana 6 miljet për të lymë. Po? Na fillimin. I kemi paguar të ka. Po? Tashi... Tani nuk u merma komuna taksën, su a merma? Po sa i merma? Sa koka që su a merma? Mund të ketë sa vitet i kemë. Sepse duhet të interesoni, sepse në momentin që s'merret taksa është ka diçka mbrapa. E po mija mi banena me fshesën edhe ikti. A jeni interesuar, e keni më këtë pronë, disponohet më kjo pronë në emrin në komunë, në emrin tuaj? Të regjistruar në qark, në komunë, po nuk i njojnë ata. Po tokën, një minut, po qera pse s'ua merr më? Sepse kus po merret qeraja, pronat po Po jipet. kjo do jetë loja. Unë e kam këtu, kemi paguar, ja dhe kemi
edhe vendimi që na ka dërguar ish kryetari i komunës që do lajmërohet të fshatin Martin të vinë, do bëjmë verifikim dhe do pagojmë taksën e tokës. Kur ka qenë hera e fundit? Ja ta shikojmë këtu. Po. Vërkojmë atëre. Jo, mos I shokojmë tu se ngatrohemi. Jo këtu. Jo, mos I shikojmë tu gjatë emisionit sepse vonohemi kohë. Po. Jo, thjesht doja të isha shumë konkret. Në qoftë se ne vërtetojmë deri kur keni paguar ju qera, e kuptojmë se çfarë mund të ketë ndodhur nga ky vit. Desha të cilësoj diçka. Me këtë VKM që kemi marrë neve, tokën ka marrë e thot këtu në VKM do ta shikosh. Po? Është fshati Bashkim. Po? Fshati Boçov. Po? Dhe fshati Bishan. 4 është Martina, e 4-ta. Pra 4 fshatra janë me këtë VKM. Po. E kuptoj. Da kesh durimin. Jo, ti mi trego kështu me fjalë sepse thash unë do. Ja të kesh VKM-ja këtu. Po. Ja të ke edhe me bultënjom shikoje. Kjo. Se kjo është origjinalja dhe nuk duhet na. Atëherë kjo është se mos se e dëmtojmë. Ja. Okej. Do ta fotografojmë, pastaj më mbrapa mbajmë mirë. Kemi edhe atë që thamë që I kemi quar doli një ligj para 4-5 vjetësh. Se më sa kemi me data këtu. I lajmërova unë, më fal pak. I lajmërova të gjitha, hajde me erdhën shumica erdhi, I ndihmom aty me topografi me gjitha, I bëm atë plan e rivelimin. Aha. Mora kryetarin e bashkisë, ku diçojmë çonin aty në bashki dhe I vulosni poshtë aty. I vulosën, I çuan lart ata, tani ata e kanë transferuar ato bashkia vet, I ka çuar në hipotekë. Ato këto toka që themi neve, që kemi ata që bën. Ata që I bën. Po, ata që I bën, se bën nuk mundet të janë jashtë, një pjesë e madhe e tyre janë jashtë. E kuptoj. Ky popull është në tokën e vet. Nuk ka rrugë tjetër. Edhe do t'i qëndrojmë asaj deri në vdekje. Asaj tokë edhe. Sigur të tërë të dukemi neve. Po më kryeplak tani, vjen I plot fuqishme. A e ke takuar ndonjë të plot fuqishme? Po mirë, po këta të komunës, pse nuk vinë këtu edhe të saktësojnë? Këtu bëhet juaj atë tash, se mos më ka shprehuar të shqetësimin, nuk e kam takuar. Po kryetari I komunës, kryetari I njësisë. U ndërruan ata, u ndërruan. Ky është I ri. Po që u shkarkuan gjithë edhe para të sa kohësh. Ky është I ri. Edhe ky djali mirë, nuk është ashtu, po tash se ka marrë akoma se ka nevojë, më parë ka nevojë edhe të njëve me dokumentacionin me tërë ato atje. Jo, mua nuk më ka thënë ai shtet. Ka qenë tokë kooperative. Po ti ka thënë shtet, thoni ju e deklaroni vet. Mua s'më ka thënë që është tokë shtet. Kush tha që është tokë shtet? Sot ai Amiti. E kupton? E kuptoj. Bëni problem sa më shpejt, tu japim një rrugë edhe këta të flen. Çfarë do I thoje kryeministri po ta kishte kaq afër? Bëj një thirrje kryeministrit të shikojmë për parësi këtë punë e këtyre toka pronave sepse këto po bëjmë vite. Vite pa u ashtuar dhe anashkalojmë diku mundet të shkona njëri për ta marrë. Edhe, e kupton, njëkohësisht kemi edhe kryetarin e bashkisë, kemi të mrekullueshëm, kemi ka punon, do ta vënë ndjeni edhe atë për këtë problem. Po sepse duhet marrë dhe në këshill bashkak, nëse. Po, atje bën hilja. Ai rivërdall te Luliçni atje ai person rivërdall atje që futa një bilebej thirrje ta menaxhojmë mirë atë situatë atje në ai sepse ka dikush na brenda atje në ai. Në këshill. Patjetër se do lobojnë ata, do të lobojnë. Ma kuptoj. E kuptoj. Ja. Të nderuar miq, do kemi vetëm një ndërprerje të shkurtër publicitare. Problemi është shumë I mpret në fshatin Martinë. Sepse problemi pronës në thelb është problemi jetës. Pa pronë nuk ka fshat, sepse këta njerëz rrinë këtu se kanë pronën. E nëse u merret prona, e thanë dhe vetë, dy rrugë kanë, o t'ikin o të përballen. Po të përballen do të thotë konflikt. Me njërë mbas publicitetit me banorët e tjerë. Miq, ndodhe me banorët e fshatit Martinaj, një fshat shumë punëtor, në Levan të Fierit. Ne në fakt kemi qenë në disa fshatra këtu në këtë zonë. Të gjithë janë punëtor, të gjithë e duan tokën, e punojnë tokën, mundohen që të jetojnë, janë kapur mbas fshatit me thonjë, sepse shumica kanë ikur, ama këta nuk ikin. Duan këtu ku kanë tokën e tyre të ndërtojnë jetën e tyre. Nuk e braktisin vendin. Tani pyetja e madhe është, çfarë po ndodh në këtë fshat ku edhe këtë tokë që kanë
duan t'ja marrin. Do t'ja marrin një individ, thonë banorët. E kanë dhe kushërinë e tyre. Pra, mesazhi është shumë i qartë, po shkohet drejt një konflikti. Një konflikt i ngjashëm si ai shtyllasit, një konflikt i ngjashëm si ai fshatit Bashkim. Ndërkohë që ne pretendojmë të hyjmë Bashkimin Evropian dhe një nga kriteret më kryesore është prona. Prona, pajisja me certifikat, zgjidhja e problemit pronës, pa cilin Shqipëria nuk ka shanse të hyjë në Bashkimin Evropian. Si të quajnë? Dëgjo. Si e ke emri? Tasim Trok. Reforma agrare ndau tokat të sipërfaqet në gjithë Republikën. Po. Fillimisht. Po. Ne po më pas ngelen dhe ca vende që ishin Djerra, Ferra, Lumenj, Prenj, që ishin këto. Ishte reforma e dytë që u bëqo. Po, e 96-ës. Po. Ne po, undan edhe kjo pjesë toke që u dhaur nga qeveria. Po? Unda për frym. Edhe ne si fshati Martin, unda qo. Edhe unë jam një pjesëtar që kam pjesët e Po? tokë, edhe kontradiktin e kam shumë të madhe. Aha. Atyje. Mi po, duke ditur, kjo tokë që unë da në sipërfaqe më vonë, unë kam paguar 300.000 lek atje në komunë. I pagova leket edhe i ka i thash, nuk duhet të di më të i. Mi po të shi, erdi puna janë kontradikta që kryetari këshillit të fshatit tonë. Te ky që kemi këtu? Apo te tjetri? Po? Ashtu. Mund Dhe të po, pak se kam kamerë duke mbrapa? ditur Aha. të shti. Një koshëri që thonë këta, Po? i koshëri jonë, ka ikur për para ndarjes së tokave. Pa, pra, a i s'ka pronë në fare këtu? Ka vlera e ti. Jo, pronë të ndarë, jo. Ka marrë trashëgimin pyjore aty. E kuptoj. Po lere të... E qartë. E kuptoj. Jo, pronë. Me ndarjen e tokës për Se frym. të dalë dhe andete. Po, po. Po të la shumë tyra në shtek. Ja, të vazhdojmë aty ku ishim. Aha. Unë që andej erdhe këtu, unë të kryetar këshillit, unë në komunë, unë në bashki, apo në qeveri, nuk e di, se si lidhja ta kyçe që për ta zotruar këtë tokë që kërkojnë këta fshatarë. Rrim këtu. Rrim këtu. Urdhëfort. Mbaj mend këta. Po, Tani, që të dalim në këtë konkluzion, po. ju duhet kishit kërkuar çfarë dokumentash ka krijuar ky zotëria, pra ka disponon ky zotëria, që është kaq trim dhe vjen e futet ke tokat tuaja. Se mos ndoshta ka marrë në një kontratë 99 vjeçare në tokat tuaja dhe e ka marrë me qera dhe ju s'dini gjë dhe ju mbani atë formularin 6. Kjo qëndron. Jo, duhet ta vërtetoni këtë se e merr në Ministrinë të Bujqësisë. Dëgjoj tash. Nuk ka arritur ta çojë atje, po tani Dëgjoj tentativë. tash, më falë. Po? Tentativë po bën ai. Mos mund të prej. Po Jo. jo, kja qërojmë këtë moment atje në këtë moment. Nuk ka arritur të marrë asnjë lloj të përveç se ka blerë. Ja, maj e pak lutem të flas për kryeptak, po? Aha. Nuk ka arritur të marrë, po tenton të i fusin në qark ose në Këshillin Bashkiak. Edhe u thot njerëzve vend këta familjarë për të punuar andej tokat e tyre, i ndjeka, i thot, ikni se shtoka ime, ka marrë unë, thot. E kuptoj. U thot syrë, nuk ka dokument, ai ka dokument vetëm për ato që ka blerë, E kuptoj. që të marri. E ditë E di sigurt se këtë. sigur se e kam të 5 herë unë që përplasë me të. Fshati që nuk ka i dokument. Më fal pak. Se ka ikur shpejt. E di unë se jam përplasur disa herë, ai qenë në një kështu, i gjenjen mashtronë ande, edhe ta marrë unë, hethra i lek. Prandaj kjo kërkon një jetim të thellë. Edhe më kanë sqaruar në këtë mënyrë. Shteti shqiptar sot me paketë e malvi thot tokë të lirë thot, ku është tokë e lirë, jo tokë e ndarë, kjo është tokë e ndarë. Çfarë kërkon aty? Pse e ngatron? Tokë e lirë me tokë e ndarë. Këtë sqarim ka marrë unë. Nuk ka shanse sepse po t'jetë tokë e lirë ka të drejta japi shteti. Po kjo është tokë e ndarë me 7.501. E kuptoj. Nuk e di më kuptuat apo jo. E kuptoj. Më troqë se ashtu mos të vujmë me kodneve këtu.
Ju falenderojmë për pjesëmarrjen tuaj që na erdhët këtu. Jo, faleminderit. Ja, ti gjë me të gjithë tjerët. Faleminderit do t'ja çojmë. Babe, do flasësh? Tash të e dim të gjithë që neve kemi marrë sipas rregullave, kemi paguar dhe lekët në fillim si shta kryeplaku i fshatit. Po? Edhe çdo gjë ne atë e përkrajmë gjithmonë. Çat na thot ai do vemi, ku thot ai do ta zbatojmë. Tani ky është 23 hektarësh. Po. Kalojmë tani tek AMTP-t. Po. Tokat që i keni, toka buke. Po. Vlla, a ke certifikat pronësie? Për atë s'kemi asnjërin. Asnjërin. Pra nuk është bërë azhurnim. Po. Certifikat shtëpie. Shtëpina, ai ke me certifikat? Jo, vetëm kam marrë atë kartonin e verdhë, atë që nda urama atëre, nuk i kam paguar legalizimin. Vetëm atë kam. Ai ke legalizuar. Mirë, gjysma e të keqes. Po të tjerë gjithë legalizuar? Unë legalizimin e kemi marrë edhe neve. Pengohen për një firmë. Për një firmë kam betur. Ku ta gjej unë X-in, ai s'do të vit t'japi firmë. Pra ti ke legalizimin, por nuk merr certifikatën. Të mban peng. Po të mban peng kadastra. Kadastra. Ka vatër të drejtori. Po. Më ka ardhur fletë legalizimit, po vete të paktën ja 10 vjet. Po? Sa më erdhi ajo? E mora fletë, vajta, se jemi dy vëllezër. Ja ta dëgjojmë të lutem, ta dëgjojmë këtë. Jemi dy vëllezër. Po? Ka të parë, ka dy. Të dy do çdo gjë në rregull, me dokumenta, me të gjitha. Kur e mora atë vajta ti, u thash, më ka ardhur kjo fleta, si do veproj? Gjithmonë për të qenë në rregull. Po shumë mirë. Që të pajisësh me, sepse ajo nuk është ajo nuk është përfundimtare. Si është një letër kam, proces legalizimi. Po. Më thanë, ik mos e vri mendje se do të vi zarfi. Domethënë duke dëgjuar që vinte zarfi paguaj sipas tokës, domethënë. As më ka ardhur, as e mbajat fleta atje, se ku do vete? Se di. Do më mbajat fleta atje, se si do veproj shteti, as i gjë. Te drejtoria nuk vete dot. Këta më thanë, ikse do të vi zarfi. E kuptoj. As i gjë, unë thjesht kam një letër sot, atje kam një shtëpi dy kaçe. Ja, ta dëgjojmë çikës, po? Kam një shtëpi dy kaçe, dhe s'm ka as i gjë. Shteti, tani do themi shteti, ë? Duhet të vitë më thotë, zotni, e ke të shtëpi, po, titulohesh kaq, urdhon certifikatën. Ti në rregull. Nuk fen as i lloj përgjigje. As i gjë. Vetë te drejtoria atje për tokën. Se si do veprojmë nuk e dim. Nuk e dim, se ne po ikim pak nga pak. Fëmijët i kemi ande, çunat. Vjen më fëmijë, sa fëmijë ke jashtë? 2 çuna, po më kanë ikur 14 vjeç, çfarë do vinë me këtu? Nuk vinë më. Po këtu i kanë të gjitha. Tani i për festë, vi 3 ditë, i themu të ke gjabaj, mirë. I ke thënë fëmijës, qa do t'i bave që të kthehesh? Qa thot ai? Se shregull. Po qa do bëjt, unë sa kam bërë unë, po. Sa herë kam vajtur unë. Ure, qa do bëjt, sa kam bërë unë të Para viti 3 prapë, kam paguar 3. Dhe më thanë që duhet bonus. Vajta i gjetën ato bonus, për të vimi që dojnë ata. I bera, i pagova lekët edhe në bankë. Më mbaj peng. 3 herë ke aplikuar për legalizim? 3 herë. Për shtëpinë? Për shtëpinë. 3 herë? Po. Edhe nuk ka thënë si lloj përgjigje. Po ç'a Pagoj lek, mera fatura. Jo bini aku. Si? Duhet. Edhe në patur. Po. Fier. S'ka marrë si lloj legalizim të vetë. Por unë kam Dhanë hartën ato tëra që duhen ato. Drejtoria policisë, asaj tokës. Kadastrës, Te kadastrës edhe nuk na zgjidh asgjë. Si shpjegoj? Pengo për një firmë. Vetë te noteri si ka bërë me noter, në rregull me të gjitha. I kanë paguar të gjitha ç'a duhet dhe pengohen për atë punë. Pra gjithçka varet nga hipoteka. Me hipoteka. Vetë atjen o stëlat drejtori brenda. Po një ditë duhet që të vesh të futesh për seri për çka ku ka penguar. Jo, po duhet një firmë, jo, po mirë, po ku ta gjej firmën? Kur shteti e ka vetë në dorë çdo gjë. Pra i thot vetëm merru me prit ke i Albania. Po aty ka dhe një sektor tankohesh, i ankuar për të paguar lekë. Pastaj do fillosh prapë një gjë të vogël, do vesh te noteria, do marrësh vërtetim atje çat japi, do vesh prapë te posta, do pagosh lekë vetëm për këto be. Më ka vajt 1 milion lekë vetëm për çfarë për të marrë. Po, tëra. Dhe pa mbaru punë. Pa mbaru punë. 1 milion lekë për legalizim pa mbaru punë. Pa mbaru punë. Pa ju thonë do bëhet falas më. Po, ku ka? Procesin e legalizimeve do ta nisim më një herë dhe siç e kam thënë dhe herë tjetër, unë do ta drejtoj personalisht, do ta ndjek personalisht nga aja ke zhëja. Ne e kemi nisur dhe ta përfundojmë këtë punë duke u dhënë të gjithëve në dorë ju dokumentin e legalizimit dhe ju nuk do paguani as edhe një kokër lekë.
Na më thot çuni mua çka ke bërë? Sot dhe 1 milion lekë i paguaj mbledh mendje. Nuk jam atë, le të më thotë. Ora jap, edhe lekun kush sot si do ty. Vetëm ma japin dorë, të rregull. Ja, ta dëgjojmë, të lutem. O kryeplak, të Tash lutem. ku mund të vëm? Dhe ti marrë shtetja do lekë. Ku do ankohesh? S'ka. Vetët e noterja s'ka dal. Vetën drejtorisë të pranojnë tek hipoteka, ku do ankohen? Halli madh. Halli madh. Unë Me menduar, konflikt dhe me fëmijët se thot, ç'a bëre? e kuptoj. Se unë vetë mund të zire me tjetrin që ore hade i si firëm ti e kështu. Ku do vesh? Tani fshati nuk është agjërnuar. Fare. Pra nuk u krye procesi i agjërnimit. Po u tha që do kryhet në një moment të dytë. Nuk ka ardhur kush për të bërë agjërnim. Fare. Fshatrat të tjerë që e kanë kryer agjërnimin dhe kanë marrë certifikata pronësie, ka? Martina thot Ktu ka afër? probleme me këto artën. Po pra, tani Martina po. Bashkim po, Boçov po, Shtyllas po, s'kishin. U kisha nga tres me Burazerin, emri tokës atje në 17 ose 18 i ka rënë Burazerit. Po Burazeri si jeton. Është mbi Mesi bëra në vendosje. rregull. Edhe ku do vetëm tash tash tani? Ka dhe mbi vendosje. Po. Janë të ashtu, nga toka që më takon mua i ka rënë Burazerit numri. Po ata sikur i dolën në terren e i bën matje tamame. Ora e ka marrë me agronome të gjithë e ka marrë rregullun. Kam paguar 50.000 lekë ajo parcela që janë 4-5 vende. I kam bërë rregull terra të gjithë tonë. Ku skemi ku dhe me. Ti vetë si jeton, me bujësi jeton? Me bujësi. Kam bërë 1 hektar ullinj, s'ka marrë asnjë lloj shpërblimi. 1 hektar ullinj? 1 hektar ullinj. Edhe prapë dhe toka tje që duan ta marrin tani sot ata kanë bërë ullinj. 1 hektar, 12 lym. Asnjë lloj ndihme? Asnjë lloj. As subvencion, as? Fare, me forcat e mi. Gjithçka. Ai të nxin jetër aty subvencionat. Ai ti merr prapa do me. Sa shumë. E tash fillon ai thotë ta marrë. Jetër ti 200.000 lekë në vit subvencion. Na del këtu zotëria tani thotë do ta marrë ato. Ti do marrë ato tokë. Pra bëjnë më shumë dokumenta po thua? Po. Po i kemi harrame ato lekë që marrim. Ato 200.000 lekë qofse i marrim të nxin jetën në çdo drejtim. Firmos këtu, bej këtu, azhurnohet. Po. Na bre na lvizin. Jo te Albania këtu. Kur ajo dihet se sa toka çdo person me fjalë për frym. Po? Njerëz ajo dihet se Si shka mas një muaj prapë mbolla ullinjë aty të ka tokë. Ajo toka që do ta marrë zotëria që e kërkon. Unë mbolla ullinjë edhe tokën e Burazerit të timen. Shumë mirë bëhet se ulliri është pemë mrekullueshme. Po çfarë marrë? Aty vetëm lihet koka. Ku do vej? Ku do futet? Vije të ngrihet tash, ai tjetri ka blerë me lek. Para me qesh, ka blerë me lek. Unë kam që ne ka dhënë shteti. Ku do vëm? Ai thotë do vi ta marrë. Po çu ta marrë? Të mërshme. Të mërshme. Faleminderit. Të kërkoj ndjes. Aty ku e lam. Themi ne, toka dihet sa është për frym. Po. Pse të vëm të mbredhim lart e poshtëve që për të marrë ato 5 lekë që na japin ata, që na gënjejnë. Se 5 lekë japin ata sa për të zëngojnë me fjalë. Po. Ti mbjell të tëra ato që ke tokën se le bosh, edhe atëherë ti pse s'mi jep ato që më takojnë. Për subvencionet tua? Për subvencionet. Ajo është historinë vete pas. Nice. Tani ti çfarë subvencioni merr? Për shembull, çfarë të takon dhe çfarë nuk merr? Un kam mbjell ullinj, s'ta ka dhënë asnjë gjë me fjalë. Sa ullinj ke? Kam gati 1 2 me gjys ullinj. 1 2 me gjys. Për ullinj s'merr gjë. Asgjë fare. Sa i thot me mbi 1 hektar tokë që të futesh në atë. Nuk kam asnjë gjë me fjalë. Me 1 2 me gjys je jashtë komplet asaj të. Po që nuk mbjellim dot me, po duam për shembull se nuk japi, nuk paguajmë, për çfarë ta mbjell? Se po të më japi do shtyjem që të mbjell. Do shtyesh, po. Do nxitesh. Pra ti thua që po të më japin edhe me kaq sa kam, po nesër mbjell më shumë. Po, mbjell më shumë. E kuptoj. Po tjetër me çfarë? Si e çon jetën përpara? Mbjellim misër, mbjellim grur. Po. Aq tok sa kam. Rrim që misri ke gruri. Ku e shet? Se ka vaj 200, vjen nga Serbia me 200 lek. Vin tregtarët që e majnë për shpira me makina. Me sa e shet atë grurin? Atë me 25. A del me fitim ti me 25? Nuk del me fitim. Se ne hedhim aq lek, marrin plerat që janë shtrenjt. Edhe nuk ke fitim fare. Sa për të xhiruar atë lek që ke. Të më thënë ti thjesht punon sa për të zënë punë. Po. Sa për të zënë punë.
me ato lekë që ashtu ato hedhin prapë në punë. Që vimanës. Po, ku ta shesi, po s'pati e që t'hapi një pikë tregu për shembull ta magazin të ketë, thot ta bish të mallin, ta marrim ne. Pse këtu nuk ka pika grumbullimi? Jo, këtu tek ne jo. Fare? Jo, fare. As për fruta perime, as për... Zona jona asnjë. Kryplak, të lutem, mos dil para kamerës, janë kamerat. Zona, që zona jon komplet, po? Nuk asnjë lloj ashtu. Vetëm vit tregtarët që vinë marrin kështu vetë, çfarë duan për shembull. Nisën këto grurin. E kuptoj. Si mbas të dëshirës tyre që e marrin ata. Tani, lajmi mirë këtu është që këtu pas sa rrugë me asfalt. Po. Po duhet me i thonë që ka vende ku s'ka asfalt. Po, është e drejtë. Ne do t'i themi gjitha, po. As nuk duam të nxjim, as nuk duam të zbardhim, atë duam, prandaj vim popull, të dëgjojmë zërin tuaj si ç'është. Ashtu është. Sa kohë kanë këto rrugët? Kjo rrugë tani është bërë. Kjo, që jemi ne duket se është e zezë. Ka gati një muaj ashtë? Ka 5 vjetë. Një muaj. Një muaj. Kurse rrugën që jemi ne ande para, si që ka qenë atë kozëve, hodhën qikë sa për të gënjërë këshu në ajo rera bituminoze, më shumë ngrijet ai pluri na veten për shpira, se sa... Ajo shtru që herët ajo? A shtru shpejt ajo. Sa mama? Bituminoze. Po ben, a e shkot, papis me gropas. E kuptoj. Edhe një ritor nuk vë me prate. Nuk vë më edhe këte u bëna punë e Varreza shumë se jemi të fshati që do kalojmë atje. Shqyqyr. Nga kjo, dakord janë për këte. Shqyqyr. Po me energjinë elektrike, si jeni? Ta shti dhe mirë, jo. Nuk ka. Si duhet. Ka probleme, Ka probleme. Se vete 180, 200 vete shumë ajo energjia. Jeni me 6 kV që ju, nuk ka ardhur trefazori kështu ai? Po ka ardhur trefazori, po se kanë ashtu astrit, apo jo? Për dritat, energjinë. Kemi këtu neve kemi edhe një transformator tjetër. Jemi shkëlqyer me drita. Shiko. Jo, nuk po flasim për drita, po flasim për tensionin nëpër shtëpi. Për tensionin. Po kemi shtuar transformatorin këtu. Po ai thotë që neve atje s'na vinë deri 200 e shumta. E shumta deri 200. Po unë do marr kondicionerin, nuk e furnizoj dot. Se do ai do rri mekur. Pra kërkon domosdoshmërisht një transformator tjetër. Transformator. Ose të vihet një lagje këtu. Edhe të ketë të rrymandet na... Po me shërbimin shëndetësor si jeni? Po me shëndetësor... Kemi bërë ambulancë re. Ambulancën që kemi këtu, është e përpikta ajo... Ore, ambulancën e di unë që e ke bërë ti? Po. Uj për të pirë, ku e ke uj? Të pole. Ke uj? Ku ka uj? Mere, tu ma thuaj. Na, o bato. O bato. Po ju më thuaj ma ato. Po ç'ke e bërë dhe sepse tremesh, ne jemi popull. S'ka uj për të pirë, e blej mujtëre. Uj për të pirë do ta blesh ti. Nuk ka ujësjellës. Ka ujësjellës. Kemi qesmatin, ajo është telmonera. Pra fshati nuk është se ka ujësjellës shtëpi në shtëpi, si e boni, si furnizohet? Ka ujësjellës shtëpi në shtëpi, po vjen era. Tubacionet e serave kanë çuar. Nuk është i pishëm. Ne e blejmë ujë për të pirën. Edhe për larë nuk bën ai. Edhe edhe nuk lahen me atë ujë. Sa kohë ka ujësjellës që është bërë? Ai çikone. Që i kose nderit është ujësjellës i vjetër. Jo, s'ka kështu të ri, jo, s'ka. Nuk keni ujësjellës të ri, ai kose nderit. S'ka. Jes bën nëse 2 sigurisht asana Lili ishte tubat e serat leve. Vojtë tubat janë nga këto të hekur, janë në ca këtu. Me të sajume? Me sajume. Si thot popull. Po. Ja, ta gjën, të lutem kryeplak. Ti gjën gjithë. Tyre u vjen ujtë aty që kanë të hapur ato ujtë u vjen këtyre, po vjen ujtë i ndotur, nuk vjen ujtë i saktë. Nuk është ujtë i saktë. Nëse ne çojmë mesazhin që ka nevojë për ndërhyrje ke ujësjellësi. Kjo është. Ju dhe se thoshtë për problemin e dritave, neve kemi vend një transformator tjetër, gabin tjetër, vend 2 gabina në fshat, se kemi qenë me 1 gabin. Ujësjellësit vetë pagoj pikë lidhjen, u vinë ujtë me herë. Jo, këta nuk po thonë që s'kemi ujësjellës, këta thonë ka ujë konsumohet është i papishëm. Është tjetër gjë kjo që po thonë këta. Po, ka punoj ujësjellësi, lejmëroni... Po nuk është problemi ty, to kryeplak, se nuk po të kërkojmë llogari ty. Ujësjellësi është i shtetit, OSHE-ja është i shtetit, ti ma përgjegjësi për në i rrugë, për në i rrugicë, për i do. Unë për të popull, bëj çdo gjë. Po bëj 5 mandate, ky popull më ka zgjedhur mua. Po pra, se je i zgjedhur, nuk je i komanduar ti, je i zgjedhur.
Tash i gjë që ndërhyn me fjalë bën për çdo gjë. Për çdo problem na Që kemi në një hall, në një diçka. Tani kemi ardhur në fund të emisionit. Çfarë do bëni nga nesër? Do ta lini vetëm me këtë emision apo do ketë etapa të tjera? Do vazhdimësisht, fillojmë ne. Po. Po. Çfarë do bëni nesër? Tani faleminderit një që na erdhët, na dëgjuat. Faleminderit ju që flisni. Për momentin që me hallin dhe me shqetësimin ton, ju na qëndruat këtu. Ne do merrem me këto letra. Po. Nëse do ndjejmë një përplasje, një bllokim, një mbyllje dere, një nga policia e shtetit që të thotë mos ik atje se e di unë, se e bën dhe këta. E di unë, mos shko atje. Në bashkëpunim bashkë me këta, ne do futim, kemi një ambient këtu, do të futim në grevuri, derisa të pajisen këta me dokumentet që i takon. Jemi në Në fund fare, në angelet kemi dhoma aty, plot, shtëpi këtu ka plot. Do njoftojmë organet kompetente, do futim në grevuri, kemi marrë vendim deri në zgjidhjen përfundimtare të problemit të këtij fshati. Se është fshati më punëtor. Se e kam seksuar edhe një herë tjetër më përpara, nuk i lënë rrugën këta sikur bëhet nami. Sikur miliarda të lëshojnë ata që thonë ikti, nuk ikim unë ata. Po s'na i trimada jo. Mirë, kryetar. Ju faleminderit. Të falenderoj. Të nderuar miq, ky ishte emisioni nga fshati Martina. Halli shumë, probleme shumë që lidhen me pronën. Me pronën që duhet kishte marrë zgjidhje. Në 2026 kemi probleme të pasgjidhura të 96-ës. Edhe sa vite tjera do kalojnë dhe sa jetë do vjen në rrezik derisa të zgjidhet problemi pronës. Apeli i banorëve i shkon direkt kryeministrit, i shkon instancave. Të zgjidhet ky problem për këto 23 hektar, sepse nesër do jetë shumë vonë kur të ketë larg qoftë gjakderdhje. Nga fshati Martinaj, Erion Skëndaj, emisioni i radhës do të jetë të premten tjetër, deri atëherë kalofshi sa më mirë.